Një moment i papritur dhe shumë emocional ka tronditur shtëpinë më të famshme në vend. Banori Miri ka vendosur të bëjë gati valixhet dhe të largohet përfundimisht nga shtëpia e Big Brother VIP, duke lënë të habitur jo vetëm banorët e tjerë, por edhe mijëra shikues që ndjekin çdo ditë zhvillimet e reality show. Gjithçka ndodhi pas një dite të mbushur me tensione dhe diskutime të forta mes banorëve. Atmosfera në shtëpi kishte qenë e ngarkuar prej disa orësh dhe duket se kjo situatë e kishte rënduar shumë Mirin, i cili në disa momente u shpreh hapur se nuk po ndjej mirë emocionalisht dhe se kishte arritur në një pikë ku nuk mund të vazhdonte më. "S'mundem më", u dëgjua të thoshte ai në një moment të transmetimit live, ndërsa bisedonte me disa nga banorët e tjerë në dhomën e ndenjës. Fjalët e tij krijuan menjëherë shqetësim dhe habi tek të gjithë, pasi askush nuk e kishte menduar se ai do të merrte një vendim kaq drastik. Pak minuta më vonë, Miri u drejtua për në